Në rrjet janë duke qarkulluar lajme se Arbana Osmani ka konfirmuar zërat për largimin e saj nga Big Brother VIP Albania. Thuhet se nuk do t'jetë më ajo që do të prezantojë edicionin e tretë të Big Brother VIP për Ledion Liço, por deklarata që mori dhënë nuk është nga Arbana Osmani. Në fakt, ky është një profil falso që i hiqet si moderatorja dhe jo profili i saj zyrtar. Nga ana tjetër, Arbana ka vendosur mos të reagojë fare për sa i përket lajmeve që po qarkullojnë prej kohësh në rrjet. Ndërkohë, në statusin e bërë nga profili falso, thuhet: "Miq të dashur, ka 2 muaj që flitet nëpër portale në lidhje me rolin tim si moderatore në Big Brother VIP. Është koha që të sqaroj dhe t'i njoftoj një herë mirë të gjitha dhuruesit e mi, të cilët më kanë përkrahur gjatë 10 edicioneve të Big Brother. Dua t'ju informoj se në Big Brother VIP 3 nuk do t'jem prezantuese për arsye personale. Në këtë edicion do t'jetë Ledion Liço prezantues dhe ju uroj shumë suksese gjatë rrugëtimit në këtë format gjigant. Me respekt e juaj, Arbana Osmani."